Bashkia Lezhës ka reaguar pas zjarrit që përfshiu mëngjesin e sotëm një zonë pranë superstradës Lezhë Milot, ku grumbullon mbetjet e riciklueshme. Nënkryetari i bashkisë Fadion Zefaj ka deklaruar se zjarri ra rreth orës 3:30 të mëngjesit dhe përfshiu një vend grumbullimit të mbetjeve të krijuar nga puna ndërmarrës së shërbimeve, duke sqaruar se nuk bëhet fjalë për mbetje organike. Sipas tij, orari i shpërthimit të flakëve ngre dyshime për zjarrvende të qëllimshme, ndërsa theksoi se forcat zjarrfikse dhe strukturat e bashkisë po punojnë për izolimin e zjarrit dhe eliminimin e tymit nga zona, me synimin që situatat e vjetën në kontroll brenda ditës sotme. Zefaj shtoi gjithashtu se bashkia në bashkëpunim me organizatën GIZ është në proces për ngritjen e një qendre të posaçme për trajtimin e mbetjeve riciklueshme në mënyrë që ato të mos dërgohen më në landfill, por të përpunohen në vetë territorin e bashkisë. Kjo qendër pritet të jetë funksionale brenda këtij viti. Rreth orës 3 të mëngjesit sot jemi njoftuar nga rojet e objektit për një zjarr të rënd në disa mbetje që janë jo organike, drosore, rafte metalike, raftet karrige, bankat shkollave, të cilat ndidhen nga drejtoritë e bashkisë dhe depozitohen nga që janë materiale të riciklueshme, ku bashkia është edhe në drejt finalizimit të një projekti me GIZ-in për shfrytëzimin e këtyre materialeve, pra për mos i dërguar në landfille. Dhe zjarri sigurisht kuptohet që do të ketë qenë i qëllimshëm, sepse në atë orë nuk ka pas me arsye tjetër sepse të ndodhte, por për momentin flakët janë shuar, janë vetëm tymrat që zjejnë nga brenda të materialeve të depozituara. Sigurisht që në një farë mënyrë tymrat kanë shqetësuar pak zonën, por duke qenë se janë materiale jo organike, nuk janë materiale të dëmshme. Pra dhe besoj se sot do të stabilizohet situata. Atëherë, siç u thash, këto janë materiale që janë depozituar nga vetë bashkia, që do t'i shërbejnë projektit të GIZ-it që finalizohet deri në fund të vitit dhe besoj se kjo situatë nuk do të ndodhë më pas fillimit të funksionimit të kësaj qendre. Bashkia Lezhës u ka bërë thirrje qytetarëve që të bëjnë kujdes gjatë kësaj periudhe për të evituar zjarret, ndërsa paralelisht janë angazhuar dhe strukturat përkatëse për të hetuar rrethanat e ngjarjes dhe për të parandaluar përsëritjen e raste të tilla.